Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Puk ndaluan një shtetas 30 vjeç banues në fshatin Gojan i Vogël, pasi gjykata e apelit në Tiranë ka dënuar me 2 vjet e 4 muaj burgim për veprën penale kultivimi i bimëve narkotike. Nga ky dënim i kanë mbetur për të kryer 6 muaj burgim. Ndërkohë, në vijim të informacionit paraprak të dhënë pasditën e djeshme për aksidentin në aksin rrugor Velipoj-Shkodër, policia informon se specialistët e qarkullimit rrugor e referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për një shtetas banues në Shkodër, pasi automjeti që drejtonte është përplasur me një automjet tjetër me drejtues një shtetas 40 vjeç, gjithashtu banues në Shkodër. Si pasojë u dëmtuan 3 pasagerë, të cilët morën mjekim në spital dhe janë jashtë rrezikut për jetën. Gjithashtu këta specialistë referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për një shtetas banues në Shkodër, pasi u kap duke drejtuar motomjet pa leje drejtimi. Specialistët për hetimin e krimeve të postës së policisë Theth shpallën në kërkim një shtetas 30 vjeç, pasi dyshohet se ka kryer punime ndërtimi pa leje në zonë të mbrojtur në lumin e Shalës. Ndërkohë, specialistët për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për një shtetas 42 vjeç banues në Tiranë, pasi ka kallëzuar një shtetas 63 vjeçe banuese në Shkodër, se 42 vjeçari, përfaqësuesi një banke, e ka mashtruar në lidhje me shlyerjen e një kredie që ajo ka marrë në këtë institucion financiar. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.